një që ndanë 25.000 euro. Ma shumë fitoj une me që to dhanë se 2 vetë në Gjermani, ku dje fund e vitit. Se une i 100 kingja ka 200 euro 20.000 euro por, ajo që ashtu. A në Gjermani nuk mu i do 20.000 euro. 4 dele ja kemi nis, ka pak, i ku moj dhe 200 sopa. E këtu të na me thonë, i kom 200 dele, thotë, baj ky bodal. A mu nuk e di biznisin çka është me to. Për 5 vjet ta blej banesën. Përshëndetje prej Deçanit, sot kemi arë në fshatin Drenac për me taku Abedin Binakaj, i cili ka rreth 120 krerë dele. Ai ka më na fol pak ma shumë për punën e tij, edhe të njëjtën kohë për fshatin. Hajdeni të shkojmë ta takojmë edhe ta shohim çka ka për më na thonë. Abedin, si je? Ai mirë? Ç'është po kalon? Mirë. Me shëndet? Mirë. Rahat? Mirë bësa, mirë. Ju? A mu i dul? Mirë, edhe na qështë po të shkën? Besa mirë, po shko puna. Në regull, jemi na si fshatar, na duhet më mëra me bëjtësi edhe kemi fillu qysh herët pejt parëve tonë që 3-4 breza jemi me të njëjtën punë me dele, mirëm. Edhe mirë, ka jetës puna deri tash mirë, ka shku si për para me babën, tash edhe na si vazhdojmë, shumë mirë na shko puna. E bata, po na fol pak ma shumë për vetën. Po folim, une jam një ndër ma në fshat, i cili mirë na i vetëmi njeri me këto dele. Do më thoj vetëmi njeri në Drenac që ki dele? Po, në 300 shpinë fshat, jem si vetë, une kom dele edhe kur kusht tjetër. Edhe une që të punë jem ka vazhdoj pej babgjyshit e babës, edhe më nëj sot muna vetëmi majtë, kur s'muna duhet edhe unë më dërzu si tonë tjertë. Është një biznesi mirë, une kom, jo veç në fshat, po kom edhe bjeshken. Është një bjeshke cila është bjeshka ma e nelta në Kosovë, cila thirët Plaqica Vokshit, është nga Gjerovice, edhe është një bjeshke cila shumë e ka turizmin e mirë, edhe është një bjeshke cila ka majë në Gjerovica 2665 metra e vizitojnë jo veç prej Kosovë, po prej krejt bote. Është një bjeshke cila lidhet me Shqipnije, me Malëzije, me gjitha, është një bjeshke shumë e njoftën edhe ka shumë turizëm. Ka liqejt e vetë, ka gjitha karakteristikat e veta. Atje do me thonë rrënd sa mujtë? Po, atje mundë me najtë 4 mujë. Pej majtë dhe me një tetor. Se me një tetor të mas prishet kua, sukur tash si nga ka njek bora, dhejt nga njek bora rrim atje, kemi një regull të mirë, një rnes mirë, është edhe një farë shumë qëtësie e mirë, se është dyqysh njëri atje është një vetën shumë vishë këshur që është me kalu mirë, ma mirë me gjithë kolegët, me gjithë... Edhe je largë gjithë shkoj, edhe kënoqët mirë. Po, atje vishë ku do njëri vetë më lidhë me internet, me telefon, se atje janë pak ma me mungesë. Ka njëherë ma mirë më shkëput pak prej telefonit. Po, gjitha, po, edhe i kemi do një bjeshke cila, do me thoi që 2 vjetë e kënej, ka nisë. Kem pas fatin, e kem zo vendin e parë në 6 komunet Kosovës, njofët tash si bjeshka, Plaqica, Vokshit, Gjerovica, për vend parë, se kanë dalë gjitha karakteristikat e saj ma kvalitet se gjitha bjeshve tjera. Si ka djathi, ujt, tohum, likosi, gjitha natyra, ajri, gjitha janë dalë ma me vleft se të bjeshve tjera. Kom pas gara si vjetë edhe me Alpet e Zvicrës, Alpet e Austrisë, edhe atje kem arrit, jënë bjeshmat njelta se Gjerovica, po edhe atje kem arrit me këto karakteristikat e veta të bjeshteme mi nëzo vendin e parë. Po, nuk ka mirë njërë jadin me folë pa pas dokumentu. Në gjitha dokumentet i kom të shpia si mi ka nep, si shpërblim për vend parë, edhe Alpet e Zvicrës, Alpet e Austrisë, më kanë dalin njëra tomlit e djathit, e ujt, e ajrit, gjitha, kanë dalë ma të mira se të Alpeve të Zvicrës e të Austrisë. Edhe është gjithë kem qenë edhe si Voksh, pak jemi konë se kem delen tonë, thirët Zhuta Vokshit, Bardhoka Vokshit, këto janë një familje, kemi qenë gjithë të partë me këto dele, kem një rritë madhen këtë rafsh Dugagjinit me këtë dele, se gjithë e preferojnë këtë dele me Zhuta Vokshit, edhe unë e kënjash një akutinit të i folë tjertë për Zhutën e Vokshit, se janë të kënjashun, po duhet mi kalzu dhe ata realitetin, gjda kur si ka, o Zhutë e Vokshit, po e ka, tash është e ati, po prej ardhen e ka pe i Vokshit.
edhe na si voksh, gjithë kem qenë me dele më të parë, se është një dele cila njifet shumë dele ma e mirë për tomël, për lesh, për çdo san se i ka rezistu bjeshve tonë a vendit tonë. Do me thonë lloji i kësaj dele quhet zhuta. Zhutat, po. Unë e kom pas edhe një intervistë me një djalë, Po. në fakt me një burrë Po. që e ka të njëjtën racë si Po, ti. po. Kjo racë, Edhe ai tha, unë jam tha i vetmi që e kam tha këtë racë, është edhe një dikon tjetër, po këtë racë tha e kam veçane. që jo veçaj, po krejt rafshi dugagjinit, ku Po gjinet, flasim për... ku gjinet zhuta. Po. Zhuta, ku gjinet, është e jana e vokshit. Po, Nuk ka badihava, ai mundet çdo kush me, adin mundet me thonë, edhe munda me thonë vallaj, zhuta e Gjakoz. po. Po zhuta kësaj çdo kanë si ta veç në rrafsh dugagjinit i kanë thonë E dema. zhuta vokshit. Ai e ka din. Është një delme se o pak ma për tomël ma mirë që munda me ta nxo që tash. I ka 6-7 muaj si ka pjell, tash është apet e barcume, po ka gjinin se një delme si mielet deri për vitri si ta lesh vet. Ta kallxoj me nxeja këtë gjinin, thuti jo pranvera. Okej, hajde na po shkojna dhe po Janë dhanë ne vokshit, nuk janë të tërkunaj, edhe këtë racë e janë të kënaqur krejt. Po dhe ai si ka për shembull o delmja ti tash nuk o jemja. Po, tash edhe ai e ka Po, ajo del me ti, se ata ajo është. Unë ta shkoj e blej të Zëmiri, ku ta marrë të Zëmiri ta bitë unë, është e jemja. Po, si racë do me thonë zhut, është zhut e vokshit. Nuk është e kurkuja, e tjetër kundaj. Pej këty në fshat në aftana ka rritë sët, bile sidomos rrugova. Se ata vetëm ndel me kërkojnë mi ble, se është për tomël shumë e mirë, gjithë vinë e blejnë këtu të une, më thojnë akije se janë shumë, apo din. Bac, për tomël. do shifra ko gjatë mdoja po silën, a? Po, 5.000 euro për një dash. një ka, dashi si dash, edhe unë munda me thonë 10.000 euro. Edhe unë ku më thonë për shembull 5.000 e 10.000. Po dashi i ka 2 dhanë. Sa 2 dele kushton, është pejt parve tonë, një dash ma i mirë i ka 2 dhanë. Po me ko pak ma i mirë ka edhe i kinç. Apo din? 2 dhanë janë ka 250 euro, 500 euro. Pa hate po bëj ka 600. Ma shumë valloj. Ma shumë dash po thu ju apo Jo, tash nuk kanë vlen. Qëre, ti mundesh me thonë 10.000 euro, po vleftën sa ka. Se tash një del me ku të bën 250 euro, 300 euro, llogarit e 2 dhanë, apo din? Hate po bëj ka dashi 600 euro. Po unë du me ta ble ty një marak. Për shembull të bone a marak, të thoma po ma shet që dash, ti thu jo, valloj, bashit ma se po ta paguj, ti me thu për shembull 5.000, 10.000, nashta une, jo marak, ajo është jashta sa bën del mja dashi, apo din? Po, normal Po, edhe jashta sa bën, du me ta marr edhe sot ma lesh ta jepi. Ai edhe vetë ka ble dashin para 5-6 vjetë, në atë kohë ka ble dash 1.200 euro, e ka ble të një me azgoni, zbëj ke dash 1.300-400 euro, apo din? Po, Jo ko marak në toja ka ble edhe, apo din, e tash ai marak jo tjetër gjuhë. A movë si vleft, vlerën nuk e ka. po ja, to e kanë vlerën këtë në rrafsh dugagjinit, 250-300, del mja pa kinç, apo din? Do me thonë një Po. dele sillet rreth 250. Po, qitash për qitash. Ti E, dhe vjen të unë 250-300 e ki qmimin e delmes do mi marrë këtë që tu bëdhan, 250 dhe në 300 komplet tuben ma blen edhe. a menon që është mjaftueshëm. Po, ako të vesh ti 2 dhanë, po është e mjaftueshme. Po, a? është shumë e mjaftueshme se ti si e blen me non dishka me përfituar, me nxerr qatë kengjë, me nxerr dishka, apo di. Tash nuk ka pak 100 dhanë jo 25.000 euro. O qashtu? Po, Je po, ngosht i qashtu shet. është një lloj Po, pasurie, po, këtë një lloj gjë e pasurie. madhe dhe- Po, këtyne ju ka dalë ky meti se tash për shembull zhdukja. Zhdukja këtyne. Para më no, në këtë fshat Dranjocit jo meti vetëm jone. Po do me thonë që njerëz nuk po merren më. Ja. Apo ki fjalën veç për këtë racë që është Po, ja, në zhdukje? përgjësi, në përgjësi kjo është, kush o me dhanë, o në zhdukje. O në zhdukje se nuk ju në ka dojnë trit, ju ka bo menja vesh jashtë edhe ski. Unë për shembull ju më rrit me bab temin, pe i vogël edhe e duket racë, merë në hala se jam as mes se vazhdo kërkush. E bac pse Po. po menon që trit nuk po dojnë me u merr Po qëre, me bagti, me blegtori, me punë të bujqësisë, me punë të fshatit. na këtë për shembull, ja kem pa një farë mënyrë e sherrën që sa jashtës. Se një kohë ku shku baba jam, babgjyshi jam, o koha vështirë o duf më shku.
Tash që ta thmi tyne, jenë rrit atje, edhe ata ku po vinë pak për atjehit, po vinë me dosene kushte jenë orë pak ma të mira se na, po din. Është orë me pak por, orë me i kërë të mirë, me sen, edhe na nuk e mujtë ma rrit deri që tash mas lufte me ato sene. Tash që ato sene, ta tyne, djali jam e ka po edhe, ta të dhëndu më shku në Gjermani mi bo që ato sene, po din. Me ardhë me një mënyrë, këta e në ka hupin. Se tash për tash, ma shumë fitoj une, me që to dhanë, se 2 vetë në Gjermani, ku dje fund e vitit. E ka din? Se unë i 100 kinja, ka 200 euro 20.000 euro por, ajo që ashtu. A në Gjermani nuk më i do 20.000 euro. Ti kitë po qa 20.000 euro në fund vitit. Fund vitit, ato si jesin, se në shpenzimet i heki me tomel, me djath, me kos, me ato, apo din. Që ato muna me i do. Plus o ka të njëmon ministria, gjitha po edhe përmes ministri kem ka 30 euro për kujdeles, gjitha jënë këto. Ta shtit mirat. A një shumë mirë që edhe ministria pak po ju një mënë që shto? Po, ministria, na kemi përkrajen pak edhe pe komunës Dëqanit. Kryetarin e kem pas i këball me këtë kryetari cili ka rrit një njof krejt njifem si bjesht Dëqanit, se na si bjesht Dëqanit jemi kun shumë pa njoftun. Po. Jënë kun bjesht të Rogovse, bjesht të Shojt, bjesht të Përvalla, nej, të Stogit, nas, Boga, këto gjitha. Për nas si bjesht Dëqanit deri me tani se arriti ky sekretar nuk kemi më pas kur mbështetja, njofje, me thonë ku janë bjesht të Dëqanit. Ndër bjesht matë pasunat, ndër bjesht matë sukseshmet janë dalë bjesht të Dëqanit me arritjen e kryetarit cilin e kem sot. Dëqan edhe kem pas përkrajen, vjen nga viziton bjeshk. Unë politike nuk du me përzi, veç ta shtës pak më s'po natyra për mund krejt. Po i valloj nuk fiton. Jo, nuk fiton se duhet me punu e mu pa puna për me arrit. Tash për mu pa puna du të mja jo punësin. Po tash, qërë, shijet sa kem arrit nga me ta, sa për shembull unë si Abidin, sa kum pas shumë, se është që 26 vjetë mas lufte. Po. Unë kur një kryetar, jenë konë para këti edhe një 5-6 kryetar tjerë, kur që nërë me më vizitu me thë ku Abidini. Gjithë, asë si ka nërmanë ku bjeshka jem, asë kush është ajo. Ky i vetëmi kryetar është i cili nuk njalet në bjeshk, në shpi, në fush, në livan, në kanalizim, ku të nevoja, po ky për i herë tane nuk ka mujtë mi bo, po o ka shkon për gjithë ditë e ma mirë të i rregullu senet. A një të këshurë më s'pëfita natyra. Valla jo, nuk fitojnë natyra, s'fitojnë kush, në regull. Unë e përkoj edhe natyrën, e përkoj gjitha partit politike, po i vetëmi kryetari cili ka rritë sot nga, se unë për shembull ju marë me bujqësi, edhe ju marë me bjeshk. I vetëmi kryetari i cili ka rritë sot, unë mund gjoftë si fermer Abidini, një ndër fermerët i cili e kanë zove vendin e parë në bjesht Dëqanit, se unë jam shku si përfaqësues i komunës Dëqanit. Kur këta s'kan ditë me bua si sene, këta kryetarë tjerë. Ky në ka rritë sot neve me në njoftë, jo Kosova, po edhe Zvicra e Austria me në njoftë si komunë Dëqanit bjeshtana. Po thu që ka punun turizëm? Ka punun turizëm edhe ka punun. Edhe do të punun edhe ma shumë. Se ne ka pru turistat, Unë sot mas pakti, dhe në 10 vetë për shembull në ditje më vinë të stani mi u kthy buk, asi kom edhe përfitime për turistave. Po se ki edhe ajo filloj biznesi. Edhe më kanë thonë mu zënuti si fermer, se jo meti vetëm njëri me dele atje se ata dojnë ushqim tradicional. Nuk dojnë ushqime kësi, dojnë ushqim tradicional. Edhe më kanë thonë ke me të një mu mi hap turizmin, me të një mu ma shumë rrit me gjitha kushtet, se jemi si bjesht ma të njoftu na. E vërtet, është bjesht që do të mu investu në tonë. Do të mu investu dhe ka rritë shoqi me na njoftë sot krejt bota neve si komunë Dëqanit bjesht tona. Unë gjithë thëmë Kosova deti nuk ka në ashta diçka më të Jo, nuk ka, qashtu. Amo, i ka bjesht, i ka mollet, e ka natyrën. Qajo, se unë qa për thëmë. I kemi bjesht cilat s'ka pak kush, jo në Kosovë, për më menja në krejt botë bjesht, i kemi në Dëqani kush si ka. I kanë lakmi për vendet e tjera, normal. Veç edhe pak infrastruktura me mujtë ma rritë sa ma shumë, për shkak se infrastruktura ka rritë dhe i ka gjysa ullës, pa aty anej halas kanë mujtë se duhet përmes ministrije. Edhe na jemi të kënaqur me përkrajen e këtij kryetari gjithë shka jemi në përbjeshk. Se i cili sonal një kryetar orna ka qajt hallet edhe në bjeshk. Edhe çdo kund i kemi sa i kryetari si s'din shka bjeshka, shka delja, shka di natyra, shka delja. Në shta e dim basë më se para gjykot që i kenë. Jo, duhet mi zgjet njërin i cili
është pej shtëpis, pej familjes si ka pas vllain Ljop, o njëri i shkollum, edhe o njëri i cili ka kontribu edhe në luftë, edhe në shkollë, edhe gjithkund. Është një kryetar si ka herë komunja Deçanit si kryetari s'ka pas, edhe deri në pension ky ka me kohë vetëm kryetar. Mos ki kaq besem. Vallai, është shumë në rregull, jo besim, po tash ku të ma kanë hallin mu, ja kanë hallin tjetrit, e mundohet mi përkra, mi dit, ku kanë ditun e tash, ku bjen bjeshka jeme, Pllaqica Vokshi. A ku ka turizm bjesh Deçanit, i vetëmi njëjo si arriti turizmin Deçanit e bjeshve tona, se kush so lodh për bjesh tona, ka fillu në ka jep ndërtimura, ty në ndërtu, në ka jep naft si vjetë për mi mush rrugën me zallë, me hidis, me ato mundësit sa ka komunja, sa ato infrastrukturat e asfaltit ato janë përmes ministrije, po ky kryetar me ato mundësit e veta, shka të shkojmë sa të mundet, sa ka kapacitet komunja. Okej, po m'vjen mirë që keni fjalë të mira dhe po edhe i drejtore kemi të mirë të bujqësisë, pesë jo hinj edhe ai, që 4 vjet, o çdo san perfekt. Sa po mundet i shkreti, shka po ka ato mundësit e veta, sa të mundet me na animu, me na përkra, me na këshyr. Mirë kemi punën, tash na nuk mundem prej herë si të bona unë kryetar, ty me të bo film maje... Normal, maje bjeshke me të qu. Po donë ka dale, gradualisht, çdo mirë vjen ka pak. Po, mi ditë si Deçanit vetë mënyrë e ka bjeshtë të Deçanit, turizmin. Me ditë ku është bjeshka jeme, Pllaqica, ku është e tjetra, neje, tana. Kur valla gjitha bjeshtë e Isniqit e Deçanit e tana. Kto jemi ko bjeshtë pa njoftë në na deri me tani. Po m'vjen mirë edhe po shpresoj që veç ka më bë mirë e ma mirë për secilën komunë, jo veç për Deçanin, po për secilën. Edhe po kthehemi prapë te delet bac. Qysh ka fillu kjo dashnia për tu? Kur e ke kuptuar që ti pa dele s'munësh? Nigo. Kjo dashnia dele është pak, si the ti, edhe pak o me t'leme se pejt parve kem. Po, unë për shembull e kom vllavën më të vogël, ai si do heq, edhe ajo leme dhanë me mua. Po si do njëq, i këqyre e krejt, po si a do në milshu kështu. Po, është pak, me dele është mirë, çdo kush nuk ka punë veç dashnia, po është tash ky smet pej që 2 vjeta 3 e kënej ka dalë biznesi mirë deles. Do me thonë, tash s've këshyri njerëz veç për dashni? Veç për dashni, po edhe për biznes. Unë me që to dele i kom rritë thmin, i kom shkollue, i kom martue, kom bo shtëpi me që to dele. Si jam konë në Gjermani hes. Apo del. Tash kjo është edhe pak si biznes, po o mirë me mujt, me smilshu këtë tradit, sa një tradit e mirë, nga si fshatar, katonar, pe i bjen, nuk mund është në katon pa bujqësi. Mere tash për shembull më shku me punu një market për 3-400 euro. Deri sa shoqja jemi nxa 10 kg djathë nditje, ka 10 euro e 100 euro. Tash ti dole pak të djathi. Njeve, po. Ka njerëz që kilogramin e djathit peshesin 25 euro. Valloj. Në është tash e të bëco dhe 50, çdo kush veç. Këtu na si fermer, shka i në gjotë që ta si jemi si në rafsh Dugagjinit, fermer. Nuk jemi shumë, se pak kemi metë, veç me kom të foli 10 euro, 30 kg djathit, 10 euro kemi që një 2-3 vjetë, se u ko 7 euro, 5 euro. Po që një 2-3 vjetë se hypen në çmimet që shtu në marketa në sene, edhe na kem përfundu me 10 euro, unë që një 3 vjetë 10 euro kom. S'kom problem, jo veç unë, po gjdo qoban si e veti, ka sa pishet të 10 euro. Po ja vlim, bas 10 euro, sa kilogram nditje i bën gruja jote? Po, unë për shembull po të thom 10, se do me thonë ma herët i ka bo dejmë 15. Do me thonë 100 euro për bika? Po, dita i bjen. Ta është 3 dit, 4 dit, si e nëza din sa ka punë, një sahat punë ka. E mjelja që ta barë djathit, kimi ja hek pak që ta hirë, mi qinë së dil, do me thonë ki krejt 1 orë punë në atje, 1 orë në punë promje, i mërë 100 euro në ditje në shpitone. Qëre, ta është i njës. A i market përnën 1 muj për 400-500 euro. Do me thonë, ju shua që jemi në zerë për 4 dit, 500 euro. E gjdo dit do me thonë shqit një djata, po? Gjdo dit ose sot jo, nesër jo, se ti më thu bëm i 10 kila. Aj tjetëri thëtë, unë i du 20, ja maroj, vjen e merë. Po kryesurja tregu është i sigurt. Po, s'kem problem, do me thonë, pej mas lufte s'ka bolazë me dalë për dere. Krejtë në shpisë shkak zhdukja këtyne,
edhe ljopti kanë hek, më thirrin çdo ditë telefon, a bën me mi bo 5 kg, 10 kg, i thom sot e ko rendin ti mas nesër ta bëj ty edhe çështo. Ka shumë kërkesa. Shumë kërkesa. E qumshtin a shet një? Jo, unë qumshtin jo. Jo, qumshtin nuk e shes. Jo, unë merr na vesh me djath edhe kur gjë tjetër. Bas ti shtash 100 euro. Po. Dita, del veç grus. Veç grus, ç'është. Që i bjen muj afro 3.000 euro. Po, ç'është. 3.000 euro s'pas ki nevojë as me shku jashtë as. Ja, unë po të kallzoj tash unë ti mu më ka përkohshme më zhag, thom jo. Shkoj jashtë. Shkoj jashtë. Unë jam 3 antar familjes që mbet për momentin, kam edhe djalin ka shku në Gjermani, po dhe ka shku djali. Do me thonë, e ka pa vetë më thej ku shkoj në Gjermani, pa se kujtoj se si shkon para me grabuj atje. Ai po merr parë, po ku ardh përfundimi mujt, edhe e ka vërtetu se ma mirë o me dele se aja atje. E do me thonë, a do më këthy djali tasha? Ja, ku më këthy djali, A pjo një man? Po, me në animon, e në respekton e krejt, po e ka vërtetu se ma mirë o biznisi me dele, këtu me pas 100 dele se atje si përnën. Përsa tash si të rritë tonë, ja u ka bo batë menja, ju ka bo veç Gjermani, s'ka me bo. Aja ka gjithë fatin atje, u shku, ka grunë, në respekton edhe gruja ati, faleminderit pejsej, orë në pushim, orë të unë në bjeshk, ka pas dëshirë me mjellë dhatë, nuk është respektoj shumë, si qikën teme. Edhe pse është atje, adin e shqiptare, shku ma atje, ja, nuk ka. Është e Shqipëris? Ja, është kështu e fshatit, një fshati pej Pozhari, komunës Dreqan, ka familjen e mirë, edhe ajo është e mirë, ku to prind e mirë, s'ka ku shkon as fëmia. Ja, në respekton në dënë shumë. E qa për i thurejës, bas, prej qësoj video? Valoj, unë e përshëndes shumë ren, edhe du shumë, ma shumë se qikat e mija du, se më respekton edhe respektoj, në donë, në thirë për natë, për ditë, s'ka orë si s'më thirë, më vetë, i dhimem, se tash thot adin shka thot jemi unë djali atje ka qef na mi hek më thot bëni pak se fa po s'mundëm se jemi halat fort edhe pak mu dorzu e ja kom shumë respekt për to se është zdi qësh me ta përshkrua e don qatë shumë si që gëndonë qatë shumë valoj me ko nevoja vish me i thonë nesër po du kem nevoj në Kosovë nesër hy para planit e vja. Në donë, është familje mirë, është qika mirë, njësën e kem shumë të mirë. Pas ka do me thonë edhe vjerit mirë, se po të orë në bjeshka, po tëmë, orë në bjeshka, unë që ka mjellë dele me muë. Ku ka, si orë në Gjermani edhe vjenë, se e din që ka punë atjet, se atje thët ka punë, e ka të kry me shkollën atje në punë, Nëse për te i gjdo shakaje, do të me pos njeri mirë këtë teme një tjetrin. Ja, s'muna me furt, bile shkak, ma ka marrë krejt dashnin e thmive krejt, se qa që farë si më donë. Qa që farë që dojnë reja, po thu? Po si musim, si krejtve. Ja, nuk muna, ka reja, gjdo kush ka. Normal, po. Ja. Jo, po m'vje mirë që po fletë ka që mirë edhe me ka që dashni për to. Kom respekt shumë për to, edhe me ko nevoja edhe unë sonë të shkoj për to atje. Vish me më thonë, kom nevoj shkaj, edhe kem qashtu në regullë, kem punën, edhe jam i kënaqur bile për djalin si farë gruja ka.